4 të vdekur pas shembjes së pjesme të një ndërtese 6-katëse në Madrid në Spanjë. 4 persona kanë ndruar jetë pasi një ndërtesë 6-katëse, e cila po rinovohej, u shem pjesërisht në qendër të kryeqytetit spanjoll Madrid, ka raportuar BBC. Kryebashkiaku i qytetit José Luis Martínez Almeida tha se trupat e 2 personave të fundit raportuar si të zhdukur u gjetën të mërkurë në mëngjes rreth 15 orë pasi disa kate në pronën në rrugën Hileras u shembën. Mediat lokale thanë se viktimat ishin një grua spanjolle 30 vjeçare e cila po menaxhonte projektin, si dhe 3 punëtor meshkuj nga Mali, Guinea dhe Ekuadori të moshës 30 deri 50 vjeç. 3 persona të tjerë u plagosën. Ish bloku i zyrave po shndrohej në hotel. Autoritetet kanë nisur një hetim. Shërbimet spanjolle të emergjencës thanë se disa ekipe me dron dhe qenuhatës u vendosën për të kërkuar ata që ishin zhdukur pas shembjes së të martës. 2 nga trupat u gjetën të martën në mbrëmje. E gjithë dashuria dhe mbështetja jon shkon për familjet, miq dhe kolegët e tyre në këto kohë shumë të vështira, tha Martínez Almeida në një postim në X. Një punëtor ndërtimi tha agjencisë së lajmeve Reuters se po pomponte beton në katet e poshtme të ndërtesës jashtë kur ndërtesa u shemb dhe iku me vrap pasi pa një re të madhe pluhuri. Fasada e ndërtesës mbeti e paprekur pavarësisht shembjes së brendshme, sipas faqes së internetit të zhvilluesit Rehabilita. Ndërtesa po i nështrohej një rinovimi gjithëpërfshirës për të funksionuar si një hotel me 4 yje.